Ngjarje e rëndë në Podujev. 2 të vrarë, 1 e plagosur rënd. Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Majac të Podujevës, ku 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër ndodhet në gjendje të rëndë. Viktimat janë Ilaz Brahimi, rreth 45 vjeç, dhe Miradije Gashi, rreth 70 vjeç, ndërsa e dyshuara është Ardita Gashi, rreth 30 vjeç. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur afër shtëpisë së Arditës, ku edhe ka qelluar disa herë me armë zjarri Ilazi në vetur, duke e lënë të vdekur, me të cilin dyshohet se kishte lidhje dashurie. Dyshohet se me të dëgjuar krismat gruaja e agjes së saj, Miradia, ka arritur në vendin e ngjarjes dhe Ardita ka shkrepur armën edhe ndaj familjares së saj. E dyshuara pas kryerjes së aktit ka tentuar të marrë jetën vetës me armë zjarri. Njësitë e fit kanë ndërhyrë në objektin ku ajo ishte barikaduar dhe kanë gjetur në gjendje të rëndë, duke e nxjerrë dhe duke i ofruar ndihmën e parë në vendin e ngjarjes, e cila më pas është transportuar me urgjencë për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ka kontaktuar me vëllain e të dyshuarës për informata shtesë që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Ndërkohë hetimet janë duke vazhduar intensivisht, ndërsa autoritetet janë duke mbledhur prova dhe dëshmi për të ndriçuar motivin dhe dinamikën e rastit.